Mirë më gjesi o njerës të bukur, si jeni, si po kaloni, neve u zgjuam, edhe tani do zbrezim poshtë të hamë mëngjesin, këmbët e djalit. Të hamë mëngjesin edhe të kalojmë të dielën, të shkojmë se qa do bëjmë sot, nuk e mi vendosur akoma. Ishte edhe koha. Nuk është keq, e vrejtur, po mirë duket. Për mëngjesut djali donte tërshërën, që kështu përdesa do përgatit për djali, do përgatit edhe për mua. Djali do vetëm banane brënda. Unë e bëj me këto frutat e ngrira, të cilat do t'i vendos në microwave të ashtusen. Këto janë në rushtë të fatkiket. Më pëlqen nga të gjitha të ketë brënda. Tërshëra po vlon. është gati, do t'i hedh kungulla pishata, nuk I pas kam hapu këto. Ups, e hapa shumë. Edhe, tani mama se po flas, do hedh arra. Arra do t'i hedh edhe mua dhe djalit, edhe mjalit do t'i hedh edhe mua dhe djalit. Chia seeds tani do t'i lë pak në një lugësh këtu, se kam mbaruar, që kështu do t'i hedh. E do t'i lë pak në qunë që të fryhen, para se t'i përdor. Se unë nuk do ha tani, ha më vonë. Një qik. Mjalti të fundit, do t'ja hedhë. Në fakt ne ta hedh tani që të hedh të shërën që të shkrije, se mjalti nga që është bio ngrin. E t'ja hedh tani. Në fund do t'i hedh të shërën. But we are getting a toy. Toy? Yeah. Okay, do shikojmë. Yeah, first today. Okay. A penny gun. Po bëjmë negotiation se çfarë do marrim në atë. E tani që do dalim. Ky është mëngjesi, gati, I shpejt I thjesht edhe I shëndetshëm. Unë u vesha, u bëra gati që të dalim me djalin. Do ha njëherë mëngjesin, pastaj ja do ikim. Do ha shpejt. Kafen mund ta pim jashtë me djalin, nëse I arrin dyqanet hapur. Se si e diel që është, zakonisht mbyllen më shpejt. Nuk e mbaj mend nëse mbyllen në 12 apo në 2 lokalet. Nëse mbyllen në 12 nuk do t'i harrijmë. Le të shohim tani. Ky është mëngjesi. U bëm gati, do dalim xhiro më në fund. Nga që ka rënë shi jashtë, nuk e dia do bjerë prapë edhe mund të bjerë. Do veç qizme të që t'jem e sigurt. Që nuk do lagem. Okej. Në rregull jemi. Palto do marrë këtë, po të ulemi dhe për kafe me djalin, pastaj atje do bëj vapë, po u vesha unë tani, që të mos rritë të plevitosem. Hajde më dhe ti. Auq. Dhe çandë do marrë këtë të voçklën, tani do më thuash, gjërat e djalit ku do t'i vë ujin e këto, po nejse tani, s'ka problem. O ta mbajmë në dorë. Jemi gati që të ikim. Më në fund, me 100 të bërtitura të çokullitura, dolem nga shtëpia. Po. Ku e kam atë, ku e kam këtë. Pse iku. Dolem. Pase harrim në lokale të hapur që të pi kafe, se nuk piva në shtëpi. Edhe kur s'pi kafe e dini. Djali mori skuterin edhe po ikëm përpara se nuk ecën dot për tonë. Do presim që të hapet, tu hapë. Ik mama. Po. Edhe të presim. Tu hapë, duhet të presësh. Kafe, edhe djali mori ato si do të ha gjithë atë, të shkojmë tani. Edhe kështu përfundonë tavolina tonë në fund të. Kuptohet që do t'i mbledhim të gjitha. Ëmbëlsira nuk e hëngri.
kë lodrat që lojti edhe ujë që do pinte e bëri me ngjyra. Mbaruam edhe nga kafja e pimë. Tani do kthehemi në shtëpi. Dhuratat për Shën Valentinin i blemë. Erdhëm në shtëpi, u kthyem nga xhirua. Do t'u tregoj pak se çfarë bleu djali për të dashurën e tij. 6 vjeç tani, Këta rushin e bukur, që më pëlqeu shumë. Donte se s'bën t'i blente lule, ndaja edhe i bleu dhe këto lulet e bukura. Edhe një kartë. Të gjitha këto do shkojnë këtu te kjo çanta e bukur. Të bukura, nuk janë shumë të bukura. I zgjodhi vetë djali të gjitha. Ka shije i keqen mami. Do bëhemi gati të shkojmë në pishinën, jo në mësim, në pishinën, të lozi djali me burrin, edhe unë do vete një qik fare në palestër, kam mbi 3 muaj që s'kam shkruar në palestër, do në gjysmore do vete, pastaja do vete që të bëj dush të laj flokët, daja dhe të ndihmoj edhe djalin për të mbaroj nga pishina. Të shkojmë në palestër edhe në pishinë duhet të marrim të gjitha këto gjërat me vete, të gjitha këto na duhen, mos e pyesni. Ikim. Tani po shkojmë në palestër. U erësua pothuajse sa të ikim neve, sa të arrijmë, nejse tani. Tani mbaroi burri nga puna, çfarë të bëjmë. I shikoni dhe rrugën si është, nuk po ftoft sot, është mirë koha. Where are we going again? Arritu. Duhet të marrim çanta tani. Djali duhet të dalë. By the bag. Oh, yeah. Sam, I can take one, you can take the other one? Një çandur, jo të gjitha unë. Në fakt ai merr të gjitha ai shkreti, po unë s'dua të ja lë këtë se ma gërvish. What did you say? Arrit. Gati. Shkojmë. Nuk kam works. Nejse. Tetën as gjysmore nuk bëra, se nuk duroja dot më. Kam mbi 3 muaj që s'ka marrë dhe nesër nuk do të më dëni gjithë trupi. Ndaj bra vetëm ca shkallë edhe atë që ecën si e thonë, treadmill e thonë këtu në Angli. Vete do bëj dush, kaq ishte për sot. Sa bëra dush e njerës, u lava, tani do thaj flokët. Po pret burrit e djalit sa ta mbaruan më shpejt kuptohet. Unë duhet të thaj flokët, do t'i drejtoj në shtëpi, se këtu nuk kam kohë të drejtoj. Dhe do ikim. Edhe gjendja është kjo, tani. Do t'i thajmë kur do vemi në shtëpi. Do t'i thajmë, do t'i rregullojmë. Burri tani do t'i marri të gjitha. Anna, do. Let's go, do. Okay, can you just help me to the door because I don't have to pay. Erdhëm për të marrim për të ngrënë, burri me djalin shkuan, se unë një herë i kam flokët kështu, ku të dalë, jam me shapka, po bie dhe shi. Edhe u thash ikni të meni juve, do t'u pres të makinë. Po i pres të makinë. Po vinë, i shikoni. Erdhën. Kjo është dreka dhe darka që do hamë. This one is mine, this one is yours, this one is dad's. Okej, mama, indau djali. Ngrëm më njerës, lava pjata të gjitha, vura lavatricet, edhe tani do drejtoj flokët që është kjo gjendja para se të ulemi, se u lodhëm shumë, tutje tu sot. Sa mbarova dhe me flokët o njerës të dashur, ora vajti 9 e darkës. Kjo ishte e diela nga mëngjesi deri në darkë, në 9 të mëngjesit u zgjuam, në 9 të darkës mbaruam me të gjithë punët që kishim, të kaloni një ditë sa më të bukur, një darkë të bukur. Një javë e mbarë që po vjenë dhe shifemi së shpejt në videot e tjera. Të kaloni sa më bukur.